Horoskopi ditor e martë 20 maj 2025. Dashi. Nuk mund të mohohet fakti se në këtë moment ka disa çështje profesionale të cilat kërkojnë zgjidhje. Hëna do të ketë ndikim negativ gjatë kësaj dite, por kjo nuk do të thotë se nuk do të dilni nga ndonjë moment kritik. Në raport në çift duhet të përkushtoheni më shumë, nëse së fundmi keni patur keq kuptime. Demi. Jeni në një fazë revolucionare të jetës tuaj, ku do të ketë një kthesë të bujshme, vetëm nëse do të bëni tolerime, mund të përjetoni momente pozitive. Ndonse hëna është në anën tuaj, gjithsesi do të ndiheni pak të lodhur për shkak të stresit të akumuluar nga puna. Binjakët. Do të përballeni me momente tensioni dhe nervozizmi. Kjo ditë do t'ju furnizojë me energji, por shumë gjëra do të varen nga sjellja juaj. Duhet të dini si të punoni dhe si të dilni nga një situatë as pak e favorshme. Nëse një situatë ligjore apo burokratike është bllokuar, do t'ju duhet të prisni përpara se të merrni një përgjigje. Kush është vetëm mund të shohë përreth, pasi mundësitë nuk do të mungojnë. Gaforia. Do t'jeni shumë kritik në këtë fazë të jetës tuaj, por duhet të tregoheni të kujdesshëm që të mos e teproni. Do të jeni të pamëshirshëm në mënyrën tuaj të gjykuarit, jo vetëm ndaj të tjerëve, por edhe ndaj vetes tuaj. Nëse një dashuri është përballur me ulje-ngritje gjatë fazës së parë, tashmë do të rikthehet qetësia dhe dialogu. Luani. Jeni shumë të kujdesshëm ndaj detajeve dhe nuk bëni lëshime. Sidomos në dashuri ku mund t'ju mungojë respekti, mund të ketë tensione në sferën sentimentale dhe atë familjare, duke nxitur nevojën për të reflektuar. Këshillohet të lini mënjan arrogancën. Vigjëresha. Do të ndodheni në konfuzion të madh. Ndoshta ndjeni se nuk vlerësoheni si duhet në punë dhe për këtë do të ketë pak kënaqësi. Çiftet e konsoliduara mund të planifikojnë diçka të rëndësishme. Kjo është një periudhë mjaft e favorshme për martesat ose bashkëjetesat. Peshorja. Ka ardhur momenti që të shmangni diskutimet dhe polemikat e kota të cilat nuk ju bëjnë mirë as juve dhe as njeriu tuaj të zemrës. Edhe pse mund të keni pasur probleme në punë së fundmi, më e keqja ka kaluar, kështu që mund të shihni përpara me optimizëm. Këshillohet që të tregoni më shumë kujdes lidhur me shëndetin tuaj. Akrepi. Është një periudhë e mbushur me ndryshime të shumta për të lindurit e kësaj shenje. Kush ka mbyllur një histori të rëndësishme tashmë mund të ketë gjetur dikë tjetër. Sfera profesionale do të pësojë disa ndryshime të vogla. Shigjetari. Në këtë moment, pëlqeni të jeni sa më pak praktik dhe efikas. Fakti që po përqendroheni shumë në punë, rrezikon që të lini pasdore sferën sentimentale dhe kjo gjë mund të shkaktojë debate me partnerin. Nëse në dashuri ka diçka që nuk shkon, ndoshta ka ardhur momenti që të flisni me dikë. Britsjapi. Më në fund do të keni zgjidhje më shumë për të dalë nga një situatë e komplikuar. Në këtë moment po bëni një autokritik të shëndetshme dhe një analizë të thellë. Megjithatë, izolimi nuk ju shërben, pasi duhet të mbështeteni edhe tek të tjerët. Ujori.